Përshëndetje për ju të gjithë të pranishëm, i nderuar drejtori i shkollës zotri Gali Pavdiu, i nderuar zëvendës drejtor zotri Famira Radinaj, i nderuari përfaqësuesi i Bashkisë Islame dhe i nderuari Izet Miftari, historian i shkollës tonë. Nëse nxënës familjar, mysafirë dhe ju nxënës të dashur, mirëdita dhe mirë se erdhën në prezantimin tonë. Çdo qytet ka historinë e vet, edhe ne jemi munduar ta paraqesim historikun e qytetit tonë. Sot kam kënaqësinë të ju prezantoj punimin tim, një projekt në cilin kam investuar shumë punë, kohë dhe përkushtim. Gjatë përgatitjes së këtij projekti, kam lidhur informacione të shumta, ka për persona të rëndësishëm të fushave të ndryshme, të cilët kanë ndihmuar të kuptojnë më mirë historinë, zhvillimin dhe realitetin e qytetit tonë. Ky punim nuk është vetëm një detyrë shkollore, por një përvojë nga e cila kam mësuar shumë. Më ka ndihmuar të zëroj njohuritë e mia, të kuptoj më thellë temën dhe të zhvilloj aftësitë e mia kërkimore prezantuese. Shpresoj që ky projekt ju sjell informacione të vlefshme dhe të reflektoj mundin dhe përkushtimin që kam dhënë gjatë gjithë procesit të tij të këtij projekti. U qyterni i Kosovës. Këtu u lind dhe kaloi një fëmijëri plot krisma Hasan Prishtina, që në moshë të vogël ai bëhet dëshmitar betejës të përgjithshme. Vushtria në kohën e sundimit Osman, pikërisht për 3 shekuj më radh, ka qenë një qendër me rëndësi strategjike dhe zhvillimit urban. E tërë ajo që ka ngel pas kësaj periudhe kohore janë vetëm disa shtëpi të arkitekturës popullore. Të dhënat dëshmojnë se udhëpërshkruesit të ndryshëm si Evlia Qilibiu në vitin 1660 kalon këndej pari dhe bën disa përshkrime, ku në mes tjerash cek se në këtë qytet janë mbyll 150 sarajet e Paris, të cilat kanë pasur konaqet për pranimin e mysafirëve. Vizitorët e shumë të asaj kohe në këtë qytet të lashtë janë mahnitur me tipin apo llojin e shtëpive të vjetra qytetare të Vushtrisë. Këtu gjendemi në shtëpinë e Shabanogës ose Shaban Haxhiut, e cila bën pjesë në mesin e disa shtëpive të cilat ju kanë rezistuar ose kanë mbetë deri në ditët e sotme. Këtu ne kemi hasë në punime të ndryshme, si në drogdhendje, pastaj në shtroje dhe mbuloje, por ato fatkeqësisht që në ditët e sotme nuk kemi mundësi që t'i shohim. Vushtria deri në kohën e para luftës ka përmbajt një numër të madh të objekteve arkitektonike popullore, por fatkeqësisht pas luftës Vushtria mbeti gati pothuajse e rënuar dhe mbetën vetëm disa objekte të vjetra të arkitekturës popullore. Këtu u lind dhe kaloi një fëmijëri plot krisma Hasan Prishtina, që në moshë të vogël ai bëhet dëshmitar betejës të përgjithshme. Këtu e kemi paraqit Vushtrinë gjatë ushtimit Osman, po ashtu edhe kemi paraqit disa video që ka qenë në atë kohë dhe siç na tha dhe etnologja jonë shkurta, që kanë pasur edhe kohën e tyre. Vazhdojmë me slajdin tjetër. Kemi paraqitur luftën në Vushtri. Sa i përket luftën në Vushtri, në gjatë viteve të 90-ta, Vushtria ashtu si gjithë Kosova përjetoi një periudhë të rëndë politike dhe shoqërore, për shkak të politikave shtypse të regjimit serb ndaj popullsisë shqiptare. Pas vendosjes së masave të dhënshme në institucionet e Kosovës, shqiptarët e Vushtrisë u përjashtuan nga punët shtetërore, u ndoqën nga puna dhe u përballën me kufizime të rënda të drejtave të tyre. Arsimin në gjuhën shqipe u vendos në shtëpi dhe lokale private, ndërsa shërbimet shëndetësore dhe administrative u organizuan në mënyrë të pavarur nga vetë komuniteti, duke mbështetur rezistencën paqësore që përfshinte tërë qytetin. Në mesin e viteve të 90-ta filluan të shfaqen shenjat e para të organizimit të armatosur të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe zona e Vushtrisë u bën një hapësirë ku rezistenca shqiptare filloi të fuqizohej. Kjo sjolli rritje të tensioneve me forcat policore dhe ushtarake serbe, të cilat shtuan kontrollet pastisje dhe presionin ndaj popullsisë civile.
Vitet e 98 dhe 99 shënuan për shkallëzimin e konfliktit në luftë të hapur. Shumë fshatra të komunës u përballen me operacione ushtarake, dëbime të banorëve dhe shkatrime të prunës. Qindra familje u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre dhe kërkonin strehim në zona më të sigurta. Gjatë pranverës së vitit 1999, eksplodi i popullsisë shqiptare preku dhe vështrin, ku mira qytetarë dëbuan me forcë dhe u detyruan të nisen ndaj kufirit me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Pas hyrjes së forcave të NATO-s dhe KFOR-it të qershorit të vitit 1999, banorët e vështrisë filluan të ktheheshin në vendin e tyre. Qyteti i gjeti institucionet e shkatruara, shumë shtëpi të djegura dhe një realitet të vështirë ekonomik e social. Megjithatë, periudha pas luftës solli nisjen e rindërtimit, rikthimit e arsimit në përshkolla, rikrijimin e jetës së përditshme dhe vendosjen e strukturave të reja të sigurisë dhe administrimit lokal. Pavarësisht sfidave të mëdha, qytetarët e vështrisë u angazhuan për të rikthyer normalitetin dhe për të ndërtuar një ardhmë më të sigurt pas një dekade të vështirë që e pësuan ata. Këtë i kemi të parashitur dëshmorët e luftës në Vushtri, ku gjithsej i kemi 66 deri në 67 persona. Të gjithë këta persona e kanë jap jetën e tyre për lirinë tonë të sotme. Të gjithë ata kur e kanë ardhur kur janë nisë për ushtri dhe për luftë, e kanë ditë që të kthehen apo nuk do të kthehen. Sa përket komunës së Vushtrisë, çdo ditë përkujton ditën e dëshmorëve të kombit me datën 1 shtator, për të nderuar sakrificën e tyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Në ceremoni morën pjesë familjarë, përfaqësues të institucioneve, veteranë dhe shoqata të dalë nga lufta. Përkujtimi dhe memorialet e dëshmorëve nga Vushtria janë pjesë e identitetit lokal dhe kombëtar, duke i kujtuar gjeneratave sakrificat e kaluara. Martirit e lirisë 1998-1999 në Vushtri. Në komunën e Vushtrisë gjatë luftës janë vrarë gjithsej 587 persona, në mesin e tyre fëmijë, gra dhe pleq. Në këtë komunë ka ndodhur gjithsej 6 masakra që i njohim më së miri, 6 edhe 7. Masakra e Galicës, masakra e Oshlanit, masakra e Reznikut, masakra e 2 muajit në studime, masakra e 22 muajit dhe masakra e Beqiqit. Sa i përket masakrës të Reznikut, është një ndër masakrat më të dhimbshme ku ishin të përfshirë 18 persona e 9 prej tyre ishin të familjes Ujkani. Masakra e 2 muajit në studime. Masakra e 2 muajit në studime është njëra ndër masakrat më të mëdha në Vushtri dhe në gjithë Kosovën. Në këtë masakër brenda vetëm një nate u vranë rreth 116 persona të pafajshëm. Masakra e 22 muajit. Në masakrën e 22 muajit u vranë dhe u zhdukën 74 persona. Prej tyre 68 u vranë në shtëpinë e Kahrim Pasumës. Të gjithë këta persona u morën dhe u zhdukën, ndërsa më vonë u gjetën në varrezat masive në batajnisë të Serbisë. Nga kjo masakër një person ende nuk është gjetur. Masakra e 31 muajit të studime. Në këtë masakër ishte përfshirë familja e Selatin Gërxhaliut, ku u vranë fëmijë, gra dhe të moshave të ndryshme. Sa i përket luftës, nga lufta e fundit në Kosovë, komuna e Vushtrisë pati humbje shumë të mëdha njerëzore dhe është njëra ndër komunat më të mëdha me numrin më të lartë të viktimave, si nga gjeneratat e reja, ashtu edhe nga ato të vjetrat. Gjatë luftës u vranë rreth 99 gra dhe 77 fëmijë të pafajshëm. 700 milion marka apo rreth 350 milion euro të vitit 99 ka qenë vlera e dëmeve të shkaktuara gjatë luftës së Vushtrisë. 9.000 shtëpi të djegura, 30.000 refugjat të brendshëm dhe të jashtëm. Të gjithë këta martir u flijuan për lirinë dhe për vendin tonë, ku ne sot gëzojmë paqe e pavarësi. Ata u vranë dhe u masakruan nga forcat okupatore serbe, ndërsa deri më sot asnjë nga përgjegjësit nuk është dënuar. Gjaku i tyre është liria jonë, që e gëzojmë sot. Kemi përfshi pozitën gjeografike të Vushtrisë. Qyteti i Vushtrisë ka një pozitë të vëlidshme gjeografike, sepse shtrihet në pjesën veriore të fushgrupës së Kosovës, ku gëshëtohen linja të rëndësishme antike dhe mesjetare të transportit gjatësor dhe tërthor. Këto linja kanë luajtur rol të rëndësishëm gjatë historisë së krijimit dhe zhvillimit të qytetit. Territori i Vushtrisë shtihet një sipërfaqe rreth 345 km2, ose që është 3.2% të territorit të përgjithshëm të Kosovës. Vushtria në veri kufizohet me Mitrovicën, në lindje me Podujevën, në jug me Obiliqin, në jug perëndim me Drenasin dhe në perëndim me Skënderajin. Komuna e Vushtrisë pas luftës ka pasur ndryshime territoriale dhe numër të banimeve që i takojnë kësaj njësie administrative.
Aktualisht në kodrë të komunës Vushtri gjenden 67 vendbanime të organizuara në këtu 15 bashkësi lokale, si që është Vushtri, Smrekënic, Gojbul, Skrum, Samadresh, Domnice Lugës, Magjunaj, Stanës, Preluzh, Nadakës, Droar, Dubës, në Vëlan dhe Pantin. Në për teritorin e Vushtris kalon lumi Silnica, me disa degë të tij si dhe një pjesë e rrjedhës së poshtme të lumit Llap, pas drinjës të Borës i ka 4343 km2, Silnica është lumi me surfacën më të madhe ujëmbledhur në Kosovë, prej 2912 km2. Komuna e Vushtris ka një rrjet të zhvilluar hidrografik, i cilën tërësita kanë ujëmbledhëse të detit të zi, lumej Silnica dhe Iber. Përveç Silnicës si rrjedhë e përhershme, në pjesën e madhe e përnjeve gjatë verës shterojnë, sidomos në pjesët e poshtme të rrjedhave të tyre. Në për qytet kalon edhe lumi Tërstena, sa i përket lartësisë mbitëtare në qytetin tonë është 500 metra. Sipas regjistrimit të fundit në komunën e Vushtris kanë dalë të jenë rreth 62.000 banor me 98% shqiptarë. Është një rënje e popullsisë për arsye se sot në 2025 ne kemi 62.000 banor, në 2011 ne kemi pas 70.000 banor dhe në 2020 ne kemi pas 100.005 banor. Faktorët e rënjes së popullsisë janë disa nga kryesorët është migrimi i jashtëm, martesat e vëshme dhe planifikimi familjar. Tani kemi Vushtrin në kohën antike. Tashmë historiografia ka vërtetuar se Viciana apo Vushtria është njëra ndër qytetet më të lashta, jo vetëm në trudhjet shqiptare, por edhe në Ballkan. Kur romantikët erdhën në Dardani, në fund të shekullit të parë para Krishtit, Vicianën e gjetën si një qytet të konsideruar, ata i shtuan një sufiks latin dhe quajtën Vicianum, ndërsa baza pellegjaze ilire shqiptare, Viciana mbeti e pandryshuar. Që Vicianum, gjendin e teritorin e Vushtrisë së Smedme, e ka planuar dhe Alfred von Domask-Veski, të njëjtin mendim e kishte edhe Nikola Vëliç, i cili më vonë në ndikimin e historisë serbe e hudhi poshtë këtë qëndrim. Disa studiues serbë në vitin 1963 kanë shkruar: për momentin pjesa më e madhe e historianëve tanë përfaqësojnë pikpamjen se gjeneza e Vushtris gjenden në vetbanimin romak Vicianum. Kështu, emri Vicianum përmenden në disa bishkrime dhe italiane. Vushtria gjatë viteve ka pasur ndryshime të emrave, por kryesorit janë Viciana, Vicianum, Vilcitern, Vushtri, Vushitër, si që qojmë sënë. Këtu i kena parashit një ekspozitë të fotove në të kaluaren, ku këtu e shohim se në hordën e Perandërisë Osmanit të vitin 1854, përmendë lokaliteti vendbanimi Vushitern, Vushtria e Sëtme, gjithashtu afër Vushtris, gjendet lokaliteti Kosovë, nga e ka marrë emri Kosova. Kjo është një foto e shekullit 19. Këtu e kemi objektin e shkollës së parë shqipe për femra në Vushtri, që është hapur në vitin 1915. Këtu i kemi disa pomi të Vushtrisë nga një fotograf francez që ishte kalimtar i rastit në fillim të shekullit të 20. Këtu e kemi kalon e vjetër të Vushtrisë, e kemi xhamin e vjetër e Skicami dhe e kemi Sahat Kullën, kulla e Sulejman Pashës Berishës, që ishte djali i Hoxhës Hasan Prishtinës, dhe e kemi urën e vjetër të Gurit. Këtu disa nga këtu nuk janë mendë në mesin tonë, që për shembull e kemi Sahat Kullën, e cila nuk gjendet, ka qenë deri vitin 1854 edhe është shkatruar. Këtu e kemi shkollën e parë shqipe, e cila është menduar se shkolla e parë shqipe për arsye se ka qenë shkollë laike, në vitin 1915 kanë filluar të mbajnë mësim burra. Këtu e kemi Vushtrin antike të parashitur në një foto. Në këtë foto është parashitur shtëpomja e kalos së vjetër në Vushtri, që është vitet 20 të shekullit të 20. Këtu e kemi parashitur helmimin e nxënësve dhe xhamideve të nëntëdhjeta, ku e kemi një video ku historiani jonë Izet Meftari fol rreth helmimit të nxënësve dhe xhamideve të nëntëdhjeta. Unë vetë shoqet edhe shokët e klasës i kam pa me sy, mu fatë parësisht së më ka kap helmi, ndoshta imuniteti më i fortë, që ka po di une, por tash ne duke i dërguar në mjodon ndihmën e parë, në ambulantën e komunës atje, në lajme tani mbrëmje, mediat Beograd e parashitin si histeri, si simulim, si përpjekje, dhe mos e s'është e vërtet, që ka arime, po më vonë një mjek francez, nëse se ka poj Bernard Bennett, konstatan që ka pas helmim.
Edhe thot jam përdor dy elemente, tabu dhe sarjen, që ndikon drejt për drejt në trup. Sistemi nervor. Në sistemin nervor. Normalisht ka pas helmim, ka pas aty normalisht se ka pas panik të madhe dhe ka pas të plot njerëz, ka pas edhe histeri. Të përmendësh luftën dhe mos të përmendësh helmimin gjatë luftës është një gjë që nuk ka kuptim, për arsye se shumë persona kanë qenë të ndikuar nga ky helmim. Pastaj kemi dashur të paraqisim dhe 3 shkollat e mesme të Vushtrisë, i cili është gjimnazi Esrem Sabej, shkolla profesionale Bahri Hoxha dhe shkolla teknike Lutfi Musiqi. E kemi marrë historikun e shkollës së mesme të lartë gjimnazi Esrem Sabej. Gjimnazi Esrem Sabej, të flasur për historikun e shkollës shqipe, çfarë do niveli që i takon ai shkollë është përgjegjësi dhe kërkon maturie për kushtim maksimal. Kjo vlen nga fakti se në për atë periudhë të ditërisë kanë kaluar kuardë të shumta të mësimdhënësve dhe nxënësve, e që me kontributin e tyre është ndërtuar një kalaje pamposhtër e quajtur ditëri. I tillë është edhe gjimnazi i Vushtrisë. Në vitin 1963, për herë të parë u hapën 2 paralelet e gjimnazit, vit që do të hyjë në histori i vitit themelimit të gjimnazit të Vushtrisë. Gjenerata e parë numëronte 79 nxënës dhe numri i tyre do të rritej vit pas viti. Viti shkollor 1966-67 është koha kur do të diplomohet gjenerata e parë me një numër solid për i 49 maturantësh, e nga këta ishte vetëm një vajzë. Në anën tjetër, numri i nxënësve në gjimnazin çdo vit po rritej, duke pranuar gjeneratat e reja, kështu që për 4 vite gjimnazi i Vushtrisë kishte arritur në 371 nxënës, deri në vitin 1976, kur u bëri botimi i shkollave të mesme. Struktura e nxënësve kishte ndryshuar në aspekt pozitiv, si për nga rritja e numrit të nxënësve, ashtu edhe për nga rritjen e numrit të vajzave. Vitet 1990 ishte vitet më të vështira për arsimin shqip në Kosovë. Pushteti serb, fillimisht në mënyrë të organizuar dhe me format në makabre, përdori helmime të ndryshme në për institucione shkollore, ku helmuan me mira nxënës, e vetëm në Vushtri rreth 300 prej tyre. Sikur mos të i mjafton të pushtetit të egër serb, kjo shkolla të bën të ndolura për nxënësit shqiptar, me pretekstin se plan programet duhet të ishin në përputhje me ato të Serbisë. U provua me protesta dhe shprehje të pakënaqësive për muaj të tërë, por më këtë. Viti shkollor 1991-92 filloi me vonesat e tekstuara vetëm në shkurt të 92-s, madje filloi edhe në modelin shtëpi shkolla, pra një organizim paralel ku mendimin e popullit që lirënin në shtëpitë e tyre u bë mundër që proceset mos ndërpritej. Sot jemi krenar, gjimnazi i Vushtrisë në periudhën e pasluftës për vite me radhë, renditën në mesin e gjimnazëve më të mira në Kosovë. Këtu e kemi shkollën e mesme të lartë profesionale Bahri Hoxha. Shkolla e mesme e lartë profesionale Bahri Hoxha është themeluar me 19/11/2004, fillimisht me emrin Latif Berisha, me 28/9/2005. Është bërë ndarja fizike e shkollës. Me vendimin e moshtit të datës 18/12/2009, shkolla merr emrin SHMP Bahri Hoxha. Që nga koha e pavarësimit e deri më sot, shkolla ofron 6 drejtime profesionale më përkatëse: bujqësi, teknologji ushqimore, ekonomi, kimi, teknologji, tekstil e ndërtimtari. Në vitin 2024-2025 janë të regjistruar 920 persona nxënës në shkollën Bahri Hoxha. Në shkollën funksionon edhe qendrat e karrierës, e cila ka për qëllim të këshillojë nxënësit për orientim profesional, të forcojë bashkëpunimin me bizneset dhe të mundsojë realizimin e praktikës profesionale. Shkolla e mesme e lartë teknike Lutfi Musiqi. SHMT Marin Beqikem në Vushtri. Fillimisht ka qenë një degë që më shë Muharrem Bekteshi, deri në vitin 1992, kur pavarësua dhe organizua si shkollë e veçantë profesionale. Sot ajo njihet si një nga institucionet kryesore të arsimit profesional në komunë, duke ofruar kushte bashkëkohore, praktikë profesionale dhe programe të orientuara drejt tregut të punës. Sot shkolla njihet me emrin Lutfi Musiqi. Shkolla ka 2 drejtime kryesore, e cilat janë makineri dhe elektronik. Në drejtimin e makinerisë përfshihen këto profile: zdrukthari, CNC, automatik, INOK, trafik rrugor. Në drejtimin elektronik ofrohen profilet: teknikë elektronikës, teknikë informatikës së biznesit, teknikë sistemeve të biznesit, zhvilluesi aplikacioneve, instalues elektrik, energjetik. Këto programe synojnë të përgatitin nxënëse me aftësitë praktike dhe profesionale, duke i pajisur me njohuri moderne
që u hapin rrugë përmirësimit të shpejt dhe vazhdimit të studimeve në fushave teknike. Monumentet e vjetra në Vështrë, sa i përket monumenteve të vjetra në Vështrë, kemi trashëgimin e rëndësisë kulturore historike, trashëgimia arkitektonike e aspektit kulturor e historik, si ura e vjetër e Gurit, kaloja e vjetër dhe hamami që është bajnë publike, janë dëshmi e gjallë e shtetërimit të vjetër antik. Ta vizitosh këtë qytet e të mos i shosh këtë momente të veçanta, është sikur të shkosh në Paris e mos të vizitosh kullën e Eifelit ose në Egjipt e mos të vizitosh piramidat e faraonëve, për arsye se janë disa nga monumentet e vjetra që janë në Vështrë. Ani pse në shumë burime, dokumente, tekste shkencore dhe shkolla, Vështrëja Viciana trajtohet si qytet i vjetër antik, një numër studiues vazhdimisht kanë bërë dhe bëjnë përpjekje që tërë monumentet e trashëgimësisë kulturore të Vështrës t'i atribuojnë periudhës së vonë mesjetare e mëtej. Të tilla trajtohen në 3 monumentet historike, që janë simbol i identitetit vjetërsisë së Vështrës. Ura e Gurit, kaloja e vjetër e qytetit dhe hamami. Këtu do të flasim më shumë, por mund të sejgjëm se është edhe Sahat Kulla, ura e Hegurit edhe Ishmëtili Viciana. Sa i përket urës të vjetër të Gurit, këtu i kemi 3 foto të paraqitura të urës së vjetër të Gurit. Kemi ura e vjetër e Gurit, është një monument i vjetër dhe i veçantë sepse është urë palëm. Pra, vizitori që në shikimin e parë krijohet një atraksion breslënës, sepse sheh se ka të bëjë me një urën të cilën nuk ka ujë dhe lëm fare. Për të janë thurur e shkruar shumë shkrime dhe lezenda. Ekziston lezenda e murimit të Nusës në këtë mur, pastaj edhe lezenda e përkatësimit të fatit. Deri në shtator të vitit 2017 zakonisht thuhej se ura kishte 9 harqe, edhe pse në vitin 2003 ishte sugjeruar se kishte 12. Por në këtë kohë u konstruktua se kishte më shumë. U zbuluan dhe 2 harqe të tjera. Koha saktë e ndërtimit të saj mbetet ende e panjohur. Faza e parë mendohet se ka filluar të ndërtohet rreth shekujve 2 dhe 3, duke vazhduar deri në shekullin e 14, kur janë shtuar me harqe të tjera. Sot lumi ndodhet më shumë se 500 metra larg nga ura e vjetër, përfundimisht në fund të shekullit të 17 dhe në fillim të shekullit të 18, ura ka mbetur në vend të thotë. Ura e vjetër është 165 metra e gjatë dhe rreth 6 metra e gjerë. Guret për ndërtimin e saj janë marrë nga Kodrina në fshatin Samadrez, që është lokalitet arkeologjik i kohës së bronzit, i viteve 2100 dhe 1200 para erës së re. Dhe në studimet e epër me fshatrat në juglindje të Vështrës, guret janë të gjatë rreth 1 metër dhe të gjerë rreth 30-40 cm, të gdhendur mirë dhe të mërsosur me rende paralele. Vazhdojna me kalon e vjetër të qytetit, e kemi të paraqitur fotografinë e kalas të vjetër të qytetit, ku këtë edhe në gjuhën serbe ka bërë shkrimin që vërtetën se edhe serbët kanë quajtur kaloja e vjetër e qytetit e ju kaloja e Vojçanizve. Këtu është, siç e përmendëm më parë, kaloja e Vështrës me kulm, për më pas është shitur nga serbët në vitet e fundit. Sa i përket kalas të Vështrës, por sa takohesh me këtë kalas që në shikimin e parë të bie në sy e dallon nga kalat e tjera, nga se është themeluar dhe ndërtuar nga një pozitë të rrafsh gjeografike, pra nuk është ngritur mbi një kodër ose mal të lartë. Murit dhe saj në disa pjesë arrin mbi 1 metër, ndërsa format katrore dhe kulla japin atraktivitet të veçantë. Kur hym brenda, me një herë thuajse udhton në kohë mira vjet më parë. Kjo kala nga qytetarët e Vështrës quhet e vjetër, nga se është e lashtë sa vetë qyteti. Nuk e dim saktësisht kur është ndërtuar, por besohet se i takonin antikitetit të mjeshtërve dhe punëtorëve të vyer Dardan, me 6 shekujve të 2 dhe 3, rindërtime të pjesshme kohë pas kohe, nga se luftrat dyndejt e popujve pushtues dhe fatkeqësisë natyrore mund ta kenë dëmtuar. Nuk e dim sakt se si ka qenë para gjysmës së dytë të shekullit të 19, por nga gjysma e dytë e këtij shekulli 19, kaloja ka pasur kulm me 4 ulluk. Mbledhës, kjo vërejet edhe nga pamja në fëtëm. Të mbuluar me tjegullat të vjetra, po ashtu shije se edhe kulla brenda kalas është mbuluar me kulm e tjegulla. Kemi dhe hamamin i cili është një bajnë publike. Hamami është një simbol i pastërtisë, freskësisë dhe higjienës personale në të kaluarën.
monument I vjetër I cili është frizuar deri në fillim të viteve të 80-ta të shekullit të kaluar. Ishte I tipit tek, pra një ditë pastruheshin meshkujt dhe në një ditë pastruheshin femrat. I ndërtuar apo modifikuar si hamam në gjysmën e parë të shekullit 15, ky objekt është monument I tipit oriental osman. Për historinë e ndërtimit të hamamit dhe urës së gurit në Vushtre, Jusuf Osmani shkruan: Hamami I Vushtres është ndërtuar pjesërisht në themelet e termës apo banjës romake, nga shekulli I 3 I Erëson, ura e gurit ndoshta mund të jetë rindërtuar mbi themelet e një ure tjetër nga koha romake, sipas studiuesit dhe arkitektit të njohur turk Ayvinderi. Se hamami mund të ketë qenë banjë termike apo terme e periudhës romake, na njofton një dhënë interesante nga Nushqi I cili thot: Në kthin ku ngrohet uji për hamamin, gjendën një pllak ku ka shkrime latine. Deri në mënimin e 1986, në brendësi të hamamit ruhej një mbishkrim kushtar, hyj Dardan të pjellores dhe vegetacionit andit në librin Harta arkeologjike e Kosovës, vëllimi 3, ku aty shkruhet altari kushtuar hyj Dardan. Në hamamin e Gazi Ali Beut në Vushtre deri në vitin 1986 ruhej një altar prej mermeri kushtuar hyj Dardan të pjellores dhe vegetacionit, cili tani ka humbur. Altari ishte I skalitur në mbishkrim. Këtë edhe shpjegum fotën që është e pomje e shtetit të Vushtres, fotografuar nga një francez, kalimtari rast në fillim të shekullit të 20. E kemi Kalan e Vjetër, xhamin Sahat Kullën, kullën e Sulejman Pash Berishës edhe urën e gurit. E kemi Këshillin e Bashkisë Islame në Vushtre. Këshilli I Bashkisë Islame në Vushtre, që është KBIV, është pjesë e Bashkisë Islame të Kosovës, institucionet të vetëm fetar islam në vend që merren me organizimin e jetës dhe edukimit fetar. I themeluar në gjysmën e parë të shekullit të kaluar, Këshilli I Bashkisë Islame në Vushtre është njëri ndër institucionet më të konstituuara dhe me shtirjen më të madhe në nivel komunal. Megjithëse 10 xhami e mezhide në qytet dhe mbi 30 SOSH të tjera në fshatra, Këshilli I Bashkisë Islame në Vushtre ofron shërbime fetare të tëra territorin e komunës sonë. Po ashtu sa I përket Këshillit të Bashkisë Islame në Vushtre, e kanë edhe shoqatën Bereqeti që siguron ngjarjet familje me baza ushqimore. Në gjithë Vushtrin kemi 39 xhami dhe 2 mezhide. Këtu e kemi parashit xhamin e Gazi Ali Begut, është xhamia më e vjetër në Vushtre dhe ndër më të vjetrat në Kosovë. Xhamia e Gazi Ali Begut menduhet që është e ndërtuar rreth viteve 1410, por është ndërtuar rreth viteve 1999 në vitin 2000. Sporti dhe rëndësia e tij në qytet. Sa I përket sporti ka një rëndësi të veçantë në jetën shoqërore dhe kulturore të qytetit të Vushtres. Ai nuk është vetëm një aktivitet fizik, por një pjesë e identitetit të komunitetit që I bashkon të rinjët, zhvillon shëndetin, disiplinën dhe krijon frymë pozitive mes qytetarëve. Në Vushtres sportet e ndryshme si futbolli, handbolli, basketbolli dhe sportet individuale kanë pasur një traditë të gjatë duke nxitur gjenerata të tëra sportistësh. Futbolli në Vushtre ka një vend të veçantë dhe është sporti më I dashur dhe më I ndjekur në qytet. Klubi futbollistik I qytetit KF Vushtreja është një nga klubet më të vjetra në Kosovë dhe ka një histori të pasur me suksese dhe momente të veçanta. Stadiumi I qytetit, ndeshjet e së dielës, atmosfera e tifozëve kanë krijuar gjithmonë emocion dhe krenari për banorët. Vushtreja ka nxjerrë shumë talent të njohur që kanë luajtur në liga vendore dhe ndërkombëtare, duke promovuar qytetin përmes sportit. Futbollin ka ndikuar pozitivisht edhe në edukimin e të rinjve, duke I larguar ata nga zakoni të këqija dhe duke I orientuar drejt një jete më aktive, të disiplinuar dhe më të shëndetshme. Në përgjithësi, sporti në Vushtre, e sidomos futbolli, është bërë një pjesë e pandashme e kulturës qytetare. Ai bashkon njerëzit, krijon momente të paharrueshme dhe vazhdon të kontribuojë në zhvillimin fizik, moral dhe shoqëror të rinjve të qytetit. Këtu e kena paraqitur edhe tifo grupin Forca, e vërtetën se Vushtreja është një prej vendeve që ka më së shumti rëndësi, që jep rëndësi të veçantë jetës shoqërore dhe kulturore të qytetit të Vushtres. Edhe me këtë përfundojna, faleminderit shumë për vëmendje. Faleminderit shumë Aris.
I nderuar kryemion I xhamisë zoti Bastri, nderuar zavendës, të nderuar prindë të Harizit, të nderuar nxënës. Unë sa për informacionin e juaj kam punuar disa vjetë në gjimnazin e qytetit, më mungoni shumë, më mungojnë nxënësit, më mungojnë shumë ura historisë para jush, për që fati jetës nga njëherë të qetë në një vend pune të tash jam në qendrën e kulturës. Unë Haris përgëzoj shumë për vullnetin, vendosmërinë, për kushtimin që ke marrë me bëni paraqitje të tillë të vështrisë. Edhe me aq sa kam pas mundësi unë I kam ofruar të dhëna Harisit që me paraqit një gjendje reale të qytetit të vështrisë, sepse qyteti jonë, po thënë me kompetencë profesionale, tashmë njihet si qyteti më I vjetër në Kosovë, ka një qytetërim 2000 vjet. Domethënë këto fotografi, këto dokumente të parashitura sot dhe që kemi të tjera me qindra më thënë me mira, e vërtetojnë këte. Unë du me plotësu pak Harisin me disa sqarimet fotografive, I dha shumë mirë, sepse ndoshta është edhe në interesin e juaj, unë po dal atje nëse kështu po e filloj me këtë fotografi, është një fotografi e fillimit të shekullit 20, një udhëtar francez, duke ardhur nga Ortakolli për me hinë qytet e ka bë fotografimin, dhe unë me të ndjerin Fahri Buqinca e kemi detektu cilat janë këto objekte, dikut viteve 1900-1905. Dhe më një tregoj, me gjithse për një jemi diskutabile, kjo është kalaja apo nuk është, mirë për ne me dojmë është sepse deri vitin 1922 kalaja ka pas kulmin. Kjo pjesa, këto fotografi unë I kam gjetur në arkivin e Kosovës dikun vitet 2004-2005 gjatë hulumtimit, dhe është pjesa të rrethit e paleca sportive fillon, dhe del deri te Akademia Policore mrapa atje është kjo rrugë, ndërka që kjo pjesë është edhe kjo viteve 60, është para shtëpisë kulturës, që ka qenë. Tash është realisht që kjo këtu është Migrosi. Kjo ka qenë Qeboptor, atëherë ka qenë Migrosi. Kjo këtu ka qenë është shtëpia e kulturës. Kjo shkolla këtu për meshkuj, që është themeluar në vitin 1915 me përpjekjen dhe vendosmërinë e Hasan Prishtinës, objekti ka qenë ku është sot muzeu I qytetit. Aty ka qenë, po sot nuk ekziston, është rënuar. Edhe është me rëndësi objekti I parë I shkollës shqipe për femra, se atëherë kanë qenë pak dame, femrat në një shkollë tjetër, moshë në një shkollë. Këto nuk e di unë sakt, po ka marrë në përfundim që mund tjetë diku të vakufi në objekt. Dhe në fund, kjo hartë e dëshman se qyteti jonë nuk është quajtur, ne nuk e kemi quajtur në gjuhën serbe Vučitrn. Në vitin 1854, një studius Gjerman Han, që kur e ka vizitu Kosovën, këtë rast edhe Vučitrni ka regjistru toponimet, emër vendet, ashtu që shi ka gjetë, që shi ka thonë populata, dhe e ka regjistru si Vučitrn. Kjo është xhamia, eski xhamia, apo gjuhën shqipe xhamia vjetër, ju ndonë së dëmanë ne gjenerata që kemi përjetu luftën, kjo është shkatru I mars prill të vitit 1999, është djegë nga forcat serbe, edhe prapë vitet 2000-2002, me fondet e Emiratës së Bashkuar, Araba është ndërtuar xhamia re. Kula, apo Sahat Kula ka qenë këtu diku në vendosën para xhamis apo eski xhamisë vjetër. Duke më së zgjatër, ju falenderoj shumë dhe ju ftoj që të mësoni përveç historisë edhe lëndë tjera. Falenderoj shumë. Ftoj drejtorin e shkollës, zotëri Kalip Avdio, të jam disa vjo. Atëherë, përshëndetje për gjithë. Në fakt, sot një koqeri këti takimi ka qenë Harisi, për çka ne po du me falenderu shumë për punën, për kushtimin dhe angazhimin që ka po. Ka punue me javë të tëra për me realizu një projekt, dhe ashtu si që patë projekti ke jashtëzakon shumë, dhe projekte të tilla presum edhe nga nxënës tjerë, besoj që ka me qenë ky projekt stimulim edhe për ju tjerëve, që të bojna hulumtime dhe të mësojnë nga historia, trashëgimia jonë, nga ajo që ka na rrethon neve. Me qenë se Harisi në fillim I falenderoj dhe I përshëndetit gjithë pranishmit, une vetëm për mbyllje
e falenderoj familjen Zhegrova që e ka mbështet, nxënësin ton, djalin e juaj, Arisin dhe gjithë juve musafirëve, pa i përmend tash veç e veç, me qenë që Arisi i përshëndeti, jena të kënaqur me këtë aktivitet që sot u zhvillu, kështu dhe presom që edhe herave tjera të kemi aktivitetet e tilla. Shkolla jonë është në dispozicion të gjithë nxënësve dhe jo vetëm nxënësve tanë dhe të tjerëve që të zhvillojnë aktivitetet e tilla, përndryshe na jena në shërbim të nxënësve, në shërbim të dijes dhe krejnë fond faleminderit shumë për pjesëmarrje. Faleminderit shumë. Ftoj përfaqësuesin e Bashkisë Islame na jep edhe fjalë për këtë projekt. Faleminderit. Unë po ju përshëndes gjithë juve që jeni prezentu me shprehjen se fjalën më të mirë, më të bukur është paqe për juve të gjithë që jeni prezentu. Jeri të falenderoj drejtorin e kësaj shkolle, gjithë stafin e kësaj shkolle bashkë me drejtorin, përfaqësuesin e biznesit që e përmendi, njëkohësisht edhe nxënësin i cili e ka kryer një punë shumë të mirë, shumë të veçantë nashta për moshën e tyne, po unë nuk do të him të flasë gjë gjatë për shkak që foli edhe drejtori i Shtëpisë të Kulturës, po flasë unë gjendën në mesin e një objekti ose një objekt në mesin e nxënësve ku është burim i dijes edhe i informacioneve. Ato që në retrospektiv për përmend historinë, po flasë që gjenerata jam e drejtorit e këtyre që më të vjetër, nashta kemi kaluar një kohë shumë më të vështirë që i përmendëm disa rrethonat para luftës edhe gjatë luftës që nashta me shumë mon, me shumë sakrificë kemi bërë që të mërim këtu ku jemi, tash jemi të lirë, domethënë kemi shtetin tonë, kemi shkollat tona, institucionet tona krejt, edhe unë kërkoj nga gjithë ju që më shumë të përkushtoheni dijes, për shkak që kjo është e ardhmja juve. Ju shihni se sot mjetet e informimit, rrjetet sociale janë shumë lloja, më shumë përkushtoni ju librit edhe dijes se sa rrjetet sociale. Ju falenderoj shumë. Krejt në fund, desha t'ju falenderoj për kohën që e keni mundësu për me ardhë, deshta me e falenderu prej kujt ka marrë informacione dhe pse s'kan mujt me kam prezent, e doshta me falenderu me fillu me historionën drejtorin për kulturin dhe sport Izet Miftarin, kryetorin e shoqatës së dëshmorëve Gzim Zoshakun dhe drejtorat e shkollëve Lutfi Musiqi dhe Bahri Haxha. Faleminderit shumë, faleminderit për krahën